رسول الله. الحمد لله الذي جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Gjitha lavdrimet dhe falinderimet I takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalle shanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguari Allahu xhalle shanu. Lezër sot, dita është 10 Muharramul Haram. Dhe kjo dita ka vlera veçantë në historinë e Islam. Bile para Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sipas hadithi që transmeton Imam Muslim rahimahullah. Kjo dita është kur është shpëtuar anija Nuh alayhi salatu wassalam edhe është prekur tokën. Se përmbytja ka ardhur aq I madh që anija Nuh alayhi salatu wassalam është qëndruar pas 6 muaj në malin e Gjudi. Mali Gjudi është në Armenia sot është. Aty është qëndruar pas 6 muaj. Domethënë 6 muaj vazhdimisht është anija në ujë. Edhe mali aq lart është që mendoni sa kishte arritur ujë në sipërfaqe të tokës. Se Allahu madhruar thot në Kur'an që ne kemi thënë qielin që bie shi, edhe toka kemi thënë nxjerrë ujin tënd, edhe ashtu është mbushur gjithë toka, edhe është përmbytur njerëzit që kishin bërë kufër dhe shirk, edhe kanë futur në sikletë dhe në vështërsi I madh, kanë talur me Nuh alayhi salatu wassalam. Atëherë Nuh alayhi salatu wassalam kur është zemruar 950 vit vëllezër, është lodhur. Allahu madhruar tregon neve nga goja Nuh alayhi salam në Kur'an, qala Nuhu rabbi, qala inni da'awtu rabbi layla wa nahara, ja Allah, o Allahu im, unë ditë dhe natë kam thirrur atyre. Inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Thot ja Allah, unë kam thirrur atyre I fshehur edhe haptazi me gjithën e njëra. Sa herë kanë ikur për të thirrur, kanë mbuluar fiturat e vet me roba, kurse në gishtat e vet kanë futur, në veshët e vet kanë futur gishtat, edhe ma kanë talur shumë. Edhe jam lodhur I Allah. Prandaj edhe kur ka ardhur nga Allahu xhalle shanu shpalje tek Nuh alayhi salatu wassalam, la yu'mina min qawmika illa man qad amana. O Nuh, nga kombi jot nuk do pranojnë Islam përveç ato që kanë pranuar deri tani. Kur është ashtu, atë Nuh alayhi salatu wassalam ka thënë: Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Yalla në qoftë është ashtu, shëllimi I krimi toka jot nuk është këtë gjë. Ti nuk e krijuar njerëzit për këtë gjë. Në qoftë ato nuk janë gati për të lavdruar ty, për të adhuruar ty vetëm, atëherë mos le asnjë shtëpie pa besimtari. Edhe Allahu ka pranuar duaja Nuh alayhi salam. Edhe Nuh alayhi salam pas 950 vit lodhja I madh ka bërë këtë dua. Edhe ka ardhur një përmbytja që ka shkatruar çdo gjë përveç 83 veta që ishin në sipërfaqe tokë që kanë pranuar Islam. Edhe vazhdimisht 6 muaj ka notuar, ka gjeru në ujë anija Nuh alayhi salam me ato njerëzit dhe çdo kafshë që ishte në sipërfaqe tokë çifti atyre. Dhe qëndron pas 6 muaj në mali Gjudi. Edhe këtë dita ka ndodhur këtë ngjarje që tregon dërguar Allahu xhalle shanu neve. Kurse ngjarja e dytë është që dërguar Allahu xhalle shanu kur ka ardhur në Medina, në dim kemi folur disa herë që në Medina kishin ardhur 3 fisët nga Siri, 3 fisët jehudë ose nga Jeruzalem, nga Xhamia Aqsa,
kanë ardhur me nijet që paralajmërimi Musa a.s. në Tauret ishte që profeti fundit do t'jetë në vendi hurmave. Atëherë ato kanë patur nga 2500 vit fundit që çdo profeti ka ardhur në brezi Ishaq a.s. prapë nga Banu Israil. Edhe ato kanë ardhur në Madina me shpresë që profeti fundit do t'jetë nga fisi jon. Po kur Allahu xhallahu shanu ka zgjedhur Muhammedur Rasulullah nga Banu Ismail, nga fisi Ismail, atëherë ato kanë refuzuar ka t'i zgjedhen Allahu xhallahu shanu sipas mendjes së tyre. Se Allahu thot në Kur'an, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është mirësia Allahu i zgjedh dhe jep këdo. Nuk detyron nga krijesat askush si bëm ne protesta kundra pushtetit tonë edhe ne bëm forcë pse ne kemi zgjedhur atë personit. Kurse Allahu ne nuk kemi zgjedhur ne. Ai është krijuesi jon. Ai është çdo gjë, ai është sundues. Edhe në dorën ti është çdo gjë. Prandaj që futet që kanë menduar që pse ka ardhur profeti fundit nga Bani Ismail ne nuk kemi për të pranuar, thot Allahu xhalesha në Kur'an, "Dhuribat alehim adh-dhillatu wal-maskana." Ne kemi vendosur, kemi vullosur që poshtrim dhe fukaralik është të vendosur për ato deri në ditën Kiamet. Lezër, poshtrimi ne jemi duke parë me sytë tonë, kurse fukaraliku nuk është që s'kam lekun. Fukaraliku është nga zemra, ne kemi pasuria mbushur në shtëpi, por nuk harxoj dot një lek për një kafe, atëra i fukarash. Nuk, edhe ashtu Allahu xhallahu shanu ka lënë atyre. Për herë kanë frikë, mas mbaron pasuria im. Edhe është mallkuar ky kombi nga Allahu madhruar deri në ditën e gjykimit. Edhe kur erdhan ato në Madina, qëndruan në Madina, dërguar Allahu xhallahu shanu erdhi në Madina, edhe ato praktikoshin si fe disa adet. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu kur erdhi në Madina ka parë atyre që janë duke agjeruar. Agjerimi atyre pak ndryshim ishte nga ne. Allahu xhallahu shanu ka lejuar për ummetin ton që ne nga imsak deri në perëndimi diell kemi agjerim. Allahu xhallahu shanu ka thënë në Kur'an. Edhe për ato agjerimi ishte sa po flen gjumë pas namazi yatsia, fillon të agjerimi atyre edhe deri në sa dalin jull pas perëndimi diell, atëherë ishte agjerimi atyre. Do më thënë deri sa hyret koha yatsia fërshish. Kurse agjerimi jo në shtush. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu ka pyetur pse agjeroni ju këtë ditë e Muharram. Dërguar Allahu xhallahu shanu dinte. Pse? Dërguar Allahu xhallahu shanu ka agjeruar në Makka, ishte farzi nga Allahu xhallahu shanu agjerimi ditë Muharram kur ishte në Makka. Edhe Qurayshët kanë agjeruar nga tradita e Ibrahim a.s. Se gjarja Nuh a.s. është ndodhur pas Adam a.s. Domethënë ishte vazhdimisht në gjitha sharia këtë agjerimi. Po dërguar Allahu xhallahu shanu dinte për të arritur qëllimi atyre. Edhe ato tha, këtë dita është kur Allahu xhallahu shanu ka shpëtuar Musa a.s. dhe kombi i tij nga faraoni, edhe është përmbytur faraoni dhe ushtria e tij. Edhe atë ditë Musa a.s. ka agjeruar për falënderimin e Allahu xhallahu shanu, edhe ashtu ne agjerojmë duke praktikuar Musain a.s. Atëherë dërguar Allahu xhallahu shanu thotë, ne meritojmë më tepër të praktikojmë Musain a.s. se ne jemi në shariatin e vërtet nga Allahu xhallahu shanu, kurse ju keni ndryshuar. Por vetëm për ndalimin nga ato, dërguar Allahu xhallahu shanu ka shtuar një ditë, ta mos ngjahemi plotësisht atyre, se ne kemi kopior, se nuk ishte kopi. Edhe ka thënë nëse qëndrova, Allahu xhallahu shanu ma ka dhënë jetë, unë do agjeroj vitin 8, 9 edhe 10. Ose fuqaha thot, ose 10 ose 11. Atëherë agjerimi Muharramul Haram, 10 Muharram, ka shlurja një viti kaluar plot shpërblimi, është shumë shpërblimi i madh. Edhe nëse nga vështirësi ne nuk agjerojmë dot 2 ditë, atëherë edhe agjerimi 1 ditë mjafton, se qëllimi është agjerimi 10 Muharramul Haram. Edhe ajo është shkaku që ishte në Madinë të ngjahemi me jehud, tu nuk kemi. Prandaj është të lejuar edhe agjerimi vetëm 10 Muharramul Haram. Kush e ka agjeruar, Allahu xhallahu shanu për naft, kjo agjerimi pas ardhja në Madina është e kthehu në fila. Nuk është ngelur detyrë si ishte në Makka. Pse Allahu xhallahu shanu na ka dhënë një muaj shumë e bekuar, muaj Ramazanit, edhe
Kjo agjerimi është e kthehur në fila si agjerim tjera. Kjo ishte si Muharramul Haram, vlera Muharram vlezër. Po në këtë dita ka ndodhur një ngjarje shumë e dhimbshme në historia islam. Kjo ka lidhje vetëm me histori, po duhet dimne se ajo ngjarja ka ndarë umatin Profet alayhis salam afërsisht i stadit sa grup. Kjo ishte e pari para lajmërimit dërguar Allahu xhallahu xhanu ku ka filluar shpërndarja mes umatit Profet salam. Nga dërguar Allahu xhallahu xhanu na ka lajmëruar që pas mua, domethënë pas i vdekja im do të jetë khilafa 30 sana. Do të jetë khilafa, domethënë do të jenë mbretët që do vinë pas meja, zhvensuesi im, pasues të mi që do të jetë përgjigjës i parë, ato do të ndjekin 100% rruga im. Dërguar Allahu xhallahu xhanu në momenti është mbret, por momenti tjetër është një njeri i thjesht. Adi bin Hatim, Adi ishte krishter, edhe kishte lidhje i fort me Herakli në kohën e tij. Edhe ishte e pari kristianëve në Hijaz, në ishulli arab. Edhe dërguar Allahu xhallahu xhanu ka dërguar mesnatën Ali radhiyallahu anhu për të kapur atë. Pse kur kapet mbreti, tjera është lehtë të japësh dava. Por ai kishte informacion të vetë, ai ka ikur. Edhe ka arritur tek Herakliu. Atëherë fisin e tij ka lidhur Ali radhiyallahu anhu bashkë me gra me burra, edhe ka sjell tek dërguar Allahu xhallahu xhanu. Motra e tij ka qëndruar disa ditë me dërguar Allahu xhallahu xhanu, edhe ka panë një sjellje Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka pranuar Islam edhe fisi Adiu. Edhe ajo i shkruan letër. Që vllai, gjitha informacion që ti ke menduar për Muhammedur Rasulullah janë gabim. Ai është profeti Allahu i vërtet. Hajde, unë të jap besë, ti je sigurt edhe shko tek Muhammedur Rasulullah. Nëse ti nuk pëlqen, ai të jep, unë jap besa që ti do t'i kthesh ku duhesh. Ai vin. Adi i thot, kur hyri në xhamia Profet alayhis salam, se më përpara kisha dëgjuar, ka çliruar Mekka, pastaj ka gjithë ishulli arabishte në kontrollin Profet alayhis salam, ka menduar që është një arab, nga shumë koha nuk ka dalë një bret, ka ardhur qef të bëhet sunduas, të kesh pushtetin e vetë. Edhe përndaj është duke berë këtë gjë. Kur erdha, nuk kam parë, sa kam parë syri e pari, kam kuptuar që profet është të dëti. Kështë profeti Allahu xhallahu xhanu. Tha, nga një ana mendoj që njerëzit nga respekti nuk janë duke ngritur zeri, nuk ngrihen syur për të folur para Profet alayhis salatu wassalam. Ma kapi dora im pas namazit, pas në xhamia, dërguar Allahu xhallahu xhanu ishin edhe pajisjet të luftës, shtiza, spada, aty ishte magazina, depozita. Dhe del Profet alayhis salatu wassalam, unë ndihem një autoriteti i madh kur ka kapur dora im. Edhe jam duke esur, mendoj jam duke esur me një mbret shumë i lartë, shumë i madh. Nga pamja nuk dukte, po kur kapi duk se unë kam qëndruar thot tek mbreti iranian, edhe tek Herakliu, po nuk kam gjetur ajo autoriteti që kam patur tek Muhammedur Rasulullah. Dhe kur del jashta, një gruaja moshuar, thot kam një nivoja u dërguar Allahu xhallahu xhanu. Dërguar Allahu xhallahu xhanu ma ka thënë, prite këtu, sa po mbaroj nivoja e saj. Edhe ajo ka gjerur duke folur disa moment, edhe kam parë deri sa nuk kam mbaruar ajo kërkesën e saj, mohabetin e saj, duke me mendje komplet ka dëgjuar fjalën e saj, edhe pastaj erdhi tek mua. Mori mua bashkë, edhe unë thash, pashallahu, kjo nuk është mbret. Patjetër, se është durim kush ka breti që do dëgjoj një moshuara. Pastaj ma merr në shtëpinë e tij, kur ika në shtëpi nuk kam parasja, kam parë një krevat i thjesht, edhe një dushek pre lakura mbranda ishte mbushur gjetha të hurmas, edhe ishte një jastiku për të ulur. Edhe një ishtik ishte, atëherë kur hyri në shtëpia, unë pash që kjo është komplet dunja e tij, mbret edhe kështu, nuk bëhet fjalë. Është profeti Allahu. Edhe pastaj ai jastiku mua tha ule Adi. Edhe unë nga që kisha kuptuar gjatë rruga nuk ula dot. Unë nuk ula, kam thënë jo nuk ul dot, ti ule. Edhe dërguar Allahu xhallahu nuk ule dhe jastiku geli mes nesh. Pastaj ka thënë, ato pyetje që kishte ardhur në zemrën